Zënjalliri, lejoni fillimisht shfaq ngushtimet e mia të sinqerta. Po besoj edhe gjithë shikuesve të Infomagazinës, cilët janë shqetësuar goxha me humbjen e jetës së Gjenetës në mënyrë tragjike. Si ngjau gjithë rasti, e kuptoj që është ngjarje shumë e rëndë, keni humbur vajzën 3 vjeçare. Rasti ka ndodhur para se me ndodhë rasti, para 2 jave, ka ardhë komuna, i kom qitë dëruna të dërrasa dhe të avëllina, se shkaku i thmija mes me më shku edhe me ra shpia me ra në dërrasa edhe në komune, edhe që ato në karrika dërrasa shumë kom qitë, shkaku si shpia edhe me ra mes me mizan thmin. Ka ardhë komuna dashja, i ka thirë policien, i ka thirë edhe ata komisarët të tjerë, dashja me komisarët me polici. Ka ardhë me një kamijan, i ka hek krejt dërrasat, i ka hek, e kom pas një dërras të pëdrumit, i kena një pëdrum është i felt, e ka urdhnu dashja me hek edhe ata me se më alanë, në një thash, mani be thash, se që ke shpi ka me mimit të mine, s'kam ka, thash e i dashja thash me bo me mimit, që ke shpi të minen, ki me lanë për gjërësi, ma bani, që leguaj me i fëllështaj, këtha req atë. Kush është dashja? Dashja është inspektore e terenit me këqyrë për rrugë, atish për këshës për majna pas të reti, a unë me lemenka, i majtë që ta 2 fëmijë ku majtë. Po duke natë me lanë fëmijën vetë, me do lemenka, kur vishna i qishna të kajtë të dytë të dira. A i mami ku i se për në lanjsh vetë, i lishna vetë natën, i lishna lemenkat, ja kom që dërrasat mes me mimit fëmijë, shpijen fëmija, ka ardashja me ata me policia, me krejt mekanik, me dërrasa, me krejt mas një jave, dula me të mitë të dhja, ata shetë këqyri që të ne. Të ne të bo mua bet, ata edhe një kushike jonë, një asi me 2 fëmijë të vetë, gruja vllavit. Ja nisi shpia me ra, që ke e më rëdzu, pak të zuni dhevi, sa kom ka me nëzërë, më ka ra dhevi tjetër, për mi ndërët mija ma kam vitë për goje vetë gjak, kom ka qitë. Kom ka është vetë shpeti, kom quhe me një kërës, kom quhe të doktori, për ka mërke, ka pak fruj mërke dhe të doktori. Po shku të doktori, kanë qyrë, familja gjalla më kanë thonë, e kanë shtypi,